Aty kanë qenë Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli, që jam njofta ditë me ta në 29 mars 1989. Bashkë kanë jetu me një, deri se kanë përfundu fakultetin, gjithmonë kanë banu në një banesë, ose kanë qenë shumë të afër gjithmonë. Ata dy kanë qenë shokë shumë të ngushtë. Kur u bashkuam, tha, ja të tregoj, të njoftoj me dy djemë këtu, janë shumë të mirë, dy studente, kur keni nevojë, ju ndihmoj këtu. Dhe shku me një banesë mbas në Breg të Diellit. Aty kanë qenë Hashim Thaçi edhe Kadri Veseli, që jam njofta ditë me ta në 29 mars 1989. Dhe nga atëherë kemi qenë gjithmonë thujse bashkë. Sa vite me Kadriun kanë qenë djemë të gjashtë. Atëherë Kadriu ka qenë vitin e dytë të fakultetit bujqësisë, Hashimi ka qenë vitin e parë të fakultetit historisë. Dhe kur shkuam, ne u njohëm që kemi qenë burg bashkë. Ata ishin të gatshëm, ata vetë që kishin qenë të organizuar dhe më herët më para se me dalëm prej burgut, dhe kanë qenë kur nuk janë ndarë pastaj. Kanë vazhdu veprimtarinë në kodër të lëvizjes. Hashimi shumë shpejt u bë dhe u fut në organizatën studentëve, pas u bë rektor student në Universitetin e Prishtinës, po që nuk është shkput asnjëherë nga aktivitetet klandestine. Bashkë kanë jetu me një, deri se kanë përfundu fakultetin, gjithmonë kanë banu në një banesë, ose kanë qenë shumë të afër gjithmonë. Ata dy kanë qenë shokë shumë të ngushtë.